dhe 4 armë zjarre në automjetin e Diego. Vetëm këto informacione janë dhënë zyrtarisht nga policia e shtetit. Lidhur me autorët ende nuk ka asnjë të dhënë dhe asnjë informacion. Dyshohet që kjo ngjarje ka ndodhur për larje e sapesh midis grupeve kriminale dhe ka dyshime të forta që autorët që kanë marrë pjesë në këtë atentat para ekzekutorët, grupi kriminal që ka kryer këtë vrasje është një grup kriminal i cili funksionon me pagesë. Qartë, Igli, sa i përket autorëve t'i përmende paksa që nuk ka shumë detaje, nuk dihen, mund të bëhet fjalë për ndonjë grup rival. Gjithashtu konfirmove që është gjetur e djegur një automjet ku brenda saj janë gjetur 3 kalashnikov dhe një pistolet. Me gjithatë, siç e shohim edhe nga pamje që na ofron edhe operatori Zhaku Myftari, ishte një automjet i policisë aty pranë dhe dihet edhe nga aspekti i sigurisë, ndodhet pranë një aeroport, duke ditur e dinamikën e ngjarjes që fillimisht të shtënat kanë nisur që në dalje të aeroportit pranë hotelit ku pan qartë edhe disa nga pasojat që ka lënë kjo përplasje me armë zjarre dhe ky atentat atje. Si është mundur që policia nuk ka reaguar gjatë të shtënave me armë zjarre që ka ndodhur? Ka diçka Xhevi, bazuar në hetimet paraprake nga grupi hetimor, është zbuluar dhe është identifikuar edhe informatori, vëzhguesi. Dyshohet që një person tjetër, i cili ka parkuar makinën brenda aeroportit të Rinasit, madje automjetin e ka parkuar shumë fare pranë automjetit tip Benz të Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqerit. Dyshohet që ky person ka vëzhguar çdo lëvizje të objektivit të atentatit, Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqerit, në momentin që këto të fundit kanë ardhur pra nga Barcelona dhe kanë bërritur në aeroportin e Rinasit. Dyshohet që ky person fillimisht i maskuar me syze dhe me kapele, më pas ka pritur rreth 40 minuta pra në parkingun e aeroportit të Rinasit dhe ka informuar autorët e tjerë të cilët kanë qenë me automjetin tip Toyota me targa greke, që këto të fundit të ndiqnin pra makinën ku ndodhej Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri. Ky person është identifikuar nga policia e Tiranës dhe ka dyshime të forta që ky person ka luajtur rolin e informatorit, pra ka dhënë informacione për lëvizjet e objektivit të atentatit dhe më pas grupi kriminal, atentatorët të cilët ndodheshin në automjetin tip Toyota me targa greke kanë vepruar duke ndjekur nga pas dhe më pas kanë nisur ta qëllojnë me breshëri plumbash dhe duke ekzekutuar pra Gilman Dodani. Gjithsesi hetimet janë në vijime sipër nga grupi hetimor i ngritur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Ka informacioni për Gilman Dodanin dhe Mustafa Sheqerin ka ardhur që nga Barcelona, pra që nga nisja e këtyre të fundit për të kthyer në territorin shqiptar. Grupi kriminal që ka bërë ekzekutimin ka pasur informacione të imtësishme dhe të sakta për lëvizjet e Gilman Dodanit. Pra bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar dhe të mirë menduar në detaje nga ky grup kriminal i cili kishte marrë përsipër ekzekutimin e Gilman Dodanit, një personazh i njohur për botën e krimit, për policinë e shtetit dhe për drejtsinë, i cili njihet si krau i djathtë i Emiliano Shullazit. Sa i përket informacioneve të tjera që ka arritur të disponojë policia e shtetit në bazë të hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ka informacione që edhe datën kur është larguar pra nga territori shqiptar me datë 7 nëntor Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri drejt të Barcelonës, pra kanë parkuar automjetin e tyre në aeroportin e Rinasit. Dyshohet që grupi kriminal ka marrë informacionet e para me lëvizjen e këtyre të fundit pra drejt të Barcelonës dhe ka dyshime shumë të forta nga hetuesit që pas kalimit të tyre drejt territorit spanjoll, ka nisur dhe organizimi i këtij atentati duke marrë të dhëna për kthimin e tyre nga Barcelona. Madje lëvizjet, fluturimet e avioneve nga qyteti i Barcelonës apo të qyteteve të tjera të Europës mund të kontrollohen fare thjesht në programet e flight radar dhe dikush mund të futet të shohë kohën kur avioni pra mbërrin në Rinas dhe në çdo moment dyshohet që kanë vëzhguar dhe kanë pritur momentin që Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri kanë bërritur në tokën shqiptare në aeroportin e Rinasit dhe personi që i ka vëzhguar kur kanë shkuar në parkingun e aeroportit të Rinasit ka lajmëruar pra grupin kriminal që do kryente ekzekutimin. Pra një atentat i mirë menduar dhe mirë organizuar, një ngjarje shumë e rëndë, një nga atentatet më të rënda të viteve të fundit për faktin se ka ndodhur në një vend të frekuentuar jo vetëm
nga qytetarët shqiptar, por edhe nga turistë të huaj. Ditën e djeshme kur po raportonin Xhevi, kemi parë shumë turistë të huaj të cilët largoheshin me vrap nga vendi i ngjarjes, pasi e gjithë skena e rrethit të Rinasit ishte rrethuar nga shëriti i policisë së shtetit, skenë krimi, vend ngjarje, mos kalonin, ndërsa sot është kthyer normaliteti, por